Mos u ankom mas kësaj, pse s'po më shkon në bar. Mos u ankom mas kësaj, pse nuk e risk. Mos u ankom mas kësaj, pse s'mecim punët. Mos u ankom mas kësaj, pse si optimist. Mos u ankom pas saj ka as kush po ankohu ke vetja jote, sepse në natën e Kadrit kush është ai i cili bën ibadetet dhe shpreson nga i madhi Zot na natja valim gjithë gjinave të jetës. Kaq e madhe është. Ke për të jetuar me gjatë, do kesh rrezik, do jesh i lumtur, do jesh i bekat. Pra ti s'e martuar, do martohesh e do t'japi Zoti mirësi pafund në të gjitha dimensionet. Vazhdon pastaj në jetën e varrit, do të jesh i nderuar, në ditën e gjykimit do të bekoj madhi Zot. Në xhenet do të jesh me profetët, je i shpëtuar nga zjarri i xhenemit. Natën e Kadrit janë këto. Sa 1000 muj po, rrezik pafund po, mirësi po, engjëz bresin për respekt po, s'mjaftojnë këto do dhe me të falin madhi Zot i qofshin fal. Do të na fal inshallah. Se i madhi Zot ka përgatit me mëshirën e vet hyjnore, ka përgatit në këtë natë mirësi pafund.